Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë. Ka kaluar më shumë se 1 muaj nga mbajtja e procesit zgjedhor, po ende nuk e kemi qeverinë e re. Kryeministri i Kosovës në detyrë Albin Kurti ka deklaruar sot se qeveria e re do të ketë drejtimin e tij dhe të lëvizjes vendosje. Pra, posti i kryeministrit nuk diskutohet. Por kur mund të kemi qeverinë e re për situatën e sigurisë dhe për gjithçka tjetër, do të flasim në këtë intervistë me ish-zëvendësministrin e punëve të mbrëmshme zotin Selam Shkodra, njohës mjaftimisht zhvillimeve politike në Kosovë dhe jo vetëm. Zoti Shkodra, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje zoti Bolla. Zoti Shkodra, kur ka shanse që mund të kemi qeverinë e re në Kosovë, edhe së dyti sa po e dëmton kjo periudhë tranzitore, edhe sa e cënon paqen? Sigurinë. Po tashmë është bërë rreth 1 muaj, do të thotë sot është data 10 e muajit të tretë, ndërsa qytetarët e vendit janë drejtuar drejt kutimit të votimit në datën 9 të muajit të dytë, që kanë kryer obligimin e tyre qytetarë, po për shkak të kallëpsimit të sistemit numërimit në mënyrë elektronike, me faqja e KQZ-s tashmë dihet që ka ra për shkak të sulmeve që ka pas nga disa vende të ndryshme. Procesi është tërzotur dhe besoj që jeni në dieni ku edhe ka humbur në mënyrë apo tjetër edhe durueshmëria e qytetarëve për këtë proces, për shkak se ishte krijuar një traditë e mirë e numërimit të votave dhe në një afat rekord arrinin që të kishim jo vetëm rezultatet preliminare, por edhe rezultatet përfundimtare ku certifikoheshin rezultatet pas ankimimeve që bënin partitë politike. Po për shkak këtyre rrethanave është stërzuar do të thotë edhe certifikimi i rezultateve. Sipas rezultateve deri tash që janë preliminare për shkak se sot Komisioni Qendror Zgjedhor po ashtu ka marrë vendim për të çuar në rivotim diku rreth 50 kuti votimi, e të cilat nuk mund të themi akoma se janë rezultate përfundimtare. Është shtyr edhe procesi i fillimit të konsolidimit të institucioneve të vendit, siç është Kuvendi i Kosovës, po edhe më pastaj ku do të hynim në afatet ligjore për të konstruuar dhe për të formuar edhe qeveria e vendit. Në bazë të rezultatet që kemi deri më tash, lëvizja vendosjes së partisë e cila ka qeverisë me vendin në mandatën e fundit, është fituese e zgjedhjeve me 48 mandate. Mirë, po kjo nuk mjafton që vetëm ta formoj qeverinë, ndërsa opozita ka 52 mandate, ka 52 mandate që besoj që me partitë politike jo serbe, komunitetit jo serb, do të arrinte ta krijonte qeverinë, me faktin që nuk do të mund të kryeministri në rrethana të cilat do të krijoheshin, në rast se do të kenim do të thotë një pozicionim të skajshëm të këtyre mandateve, do të qëndronin besnik partive të cilat kanë marrë mandatin, kryeministri në rast se do të dështonte ta formonte qeverinë me anë afateve ligjore dhe kushtetuese. Pritjet e mia janë do të thotë që lëvizja vendosë të shkojë drejt formimit të qeverisë me shumicën të cilën e ka nëpërmjet partive jo serbe minoritare, të cilat besoj se do të arrihen duke marrë parasysh që ka edhe disa subjekte të vogla, siç është nisma për Kosovën, që ka shprehë gatishmëri që të ndihmojë në formimin e institucioneve, pavarësisht se kush do të jetë mandatari. Andaj besoj që jam optimist që do të ketë një qeveri e cila do të jetë një qeveri thuajse në kuota minimale për të kaluar në kuptimin e mandateve ku janë të nevojshme 61 mandate. Besoj që zoti Kurti do të arrijë këto 61 mandate, përkundër asaj që s'ka arrit me marrë ato që kishte objektiv në zgjedhjet datës 9 shkurt. Zoti Shkodra, nesër Kosovën e viziton Mark Rutte, shefi i NATO-s, i cili sot në Bosnjë ka deklaruar që nuk do të lejojnë që të rrezikohet paqja, ndërkohë që Vučić nga krau tjetër ka deklaruar që siguria është e lëkundur në Ballkan. Përse po vjen shefi i NATO-s? Është në kuadër të një turi, ka, domethënë, prania e tij në Kosovë ka indicje për të parandaluar diçka apo për të forcuar mbështetjen në këtë moment? Kur kemi parë që vëmendja kryesore SBA Ukrainë, shefi i NATO-s vjen në Ballkan.
Po për shkak të rrethonave të cilat janë krijuar muajt e fundit, veçanërisht javët e fundit, dhe këto gjithsesi se derivojnë gjitha proceset destabilizuese në rajon, derivojnë do të thotë nga zhvillimet të cilat prodhohen nga kokat e leadershipit në Serbi, veçanërisht domethënë zhvillimet të cilat janë duke marrë në karakter të një uragani, protestat gjithë popullore të cilat janë organizuar fillimisht nga studentët, po arrin që të bëjnë një efekt të domosdoshëm drejt në ndrimit të regjimit në Beograd. Dhe sipas gjitha gjasave kemi do të thotë një situatë të palakmueshme për vetë kreun e shtetit serb, siç është Aleksandar Vučić, dhe i njëjti mund të krijojë situata të cilat do të shkonin drejt një incidenti, nëse mund ta quaj, apo një konflikti në rajonin tonë. Kjo do të thotë shton edhe më shumë peshën kur kihet parasysh që Milorad Dodik, njeriu i jetër për probleme dhe për konflikte, i cili ka një projekt politik të tij për të bërë dezintegrimin e Bosnjës apo shkputjen e Republikës Srpske nga Bosnja, ka një 2 javë që është dënuar nga gjykata e shkallës së parë në Bosnjë, e cila do të thotë ka prodhuar një efekt negativ në kuptimin e asaj sepse i njëjti ka bërë thirrje për padëgjueshmëri dhe për lënien e detyrave të institucioneve të cilat janë të nivelit federativ. Po ashtu ka pas deklarime të qarta nga i njëjti se këtu është fundi i paqes dhe fundi i etnitetit i cili quhet Bosna-Hercegovina, dhe kjo ka prodhuar do të thotë edhe vizitën e sekretarit përgjithshëm të NATO-s në rajon për t'i treguar faktorit serb se Aleanca Atlantike është e vendosur për mos leju destabilizimin e rajonit. Edhe vendi ynë mund të rrezikohet nga një konflikt i cili mund ta prodhoj zoti Vučić nëpërmjet strukturave të veta të sigurisë dhe forcave të cilat ka në terren, do të thotë bandat të cilat kanë qenë një kohë të gjatë në pjesën veriore, që tashmë janë në brezin kufitar me Kosovën, të cilat kryjnë punë të pesta të presidentit të Serbisë me qëllim që të tërheqë vëmendjen dhe të menaxhojë situatën e krizës politike nëpërmjet Kosovës dhe zhvillimeve që mund të prodhohen në Kosovë. A mund të jetë njëjtë reagimi në rastin e agresionit të Vučićit në Kosovë si në administratën Biden dhe tani? Nuk shoh ndonjë agresion të përmasave të rastit siç është rasti i Banskës, po mund të ketë ndonjë prodhim të ndonjë incidenti ku mund të krijohesh ndoshta viktima eventuale me qëllim që të tërhiqet kjo vëmendje. Kur them se nuk shoh ndonjë mundësi të ketë ndonjë agresion të atij tipit siç është do të thotë lloji i Banskës, e kam parasysh marrjen e masave strikte nga ana e trupave ndërkombëtare të Aleancës Atlantike që janë në misionin e KFOR-it në Kosovë, të cilët në mënyrë strikte patrollojnë zonën kufitare, brezin kufitar në pjesën veriore të vendit dhe në mënyrë sistematike në bashkëpunim me policinë e vendit kanë arritur që të kenë një rezultat të kënaqshëm në qarmatosjen e popullatës dhe në shpërbërjen e bandave të cilat në të kaluarën kanë qenë jashtëzakonisht të konsoliduara. Vizita e rutes, po për sa i përket thashë themeve të fundit për largimin e trupave amerikane nga KFOR-i, mund të jetë edhe një lloj vule, pavarësisht se Departamenti i Mbrojtjes e theksoi pak ditë më parë që nuk ka një plan të tillë, po mund të jetë edhe një lloj, mund shikohet edhe si një lloj mbështetje për këtë rast. Kjo është një spekulim i kulluar i shumë personave të cilët në mëngjesin e tyre të hershëm kur zgjohen, nuk dinë se si t'i bëjnë një argat më të mirë Serbisë dhe spekulojnë edhe nëpërmjet disa mediave të cilat ju japin hapësirë. Dhe se kuptoj asnjëherë që për pikpamjen time shumë shpesh mendoj që mund të jetë luftë hibride shteteve armike të Kosovës. Absolut Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë pas asnjëherë në tërheqjes të diskutimeve të veta
dhe nuk është opsionale tërheqja e trupave të ushtrisë amerikane nga territori i Ballkanit e veçanërisht nga territori i Republikës Kosovës. Janë ADN-ja e shtetit të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ADN-ja e Kosovës si shtetësi, si liri është në Washington, dhe askush nuk ndërmerr veprime për të shkatruar projektet të cilat janë ndërtuar vetë. Edhe tani që aleancat thuaj se po përçahen, Kosova ju thoni që vazhdon mbështetet fuqishëm tek SBA. Kosova ka jashtëzakonisht aleat të fuqishëm brenda Aleancës Atlantike, por kryesohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Skena politike në Kosovë, populli i Kosovës që nga vitet e hershme të vitit 1989 është i orientuar për një aleancë strategjike të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Republikën Gjermane, si edhe me shtetin aleat Turqinë, e cila nga dita në ditë po e rrit rolin dhe peshën e vet në arenën ndërkombëtare. Shefni do të thotë se është numri i trupave të KFOR-it, të pjesëtarëve të KFOR-it në vend, dhe ju del ky rezultat që këta janë vende do të thotë që participojnë më shumë të aktualisht me trupa në misionin e KFOR-it. Prandaj besoj që nuk ka vend për shqetësime dhe gjitha të tjerat janë të nivelit spekulativ. Duke qenë se përmendë Turqinë si fuqi e parë në NATO në Europë, në rast të një shpërbërje të NATO-s, domethënë vendin e SBA-s mund ta zërë Turqia të NATO-s në Kosovë, në rajon, në Ballkan? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të bëjnë fare me NATO në misionin e tyre në Kosovë. Kampi Bunstill është bazë e pastër amerikane, nuk është bazë e NATO-s. Andaj pavarësisht se si mund shkojnë zhvillimet në Aleancën Atlantike, që për mendimin tim nuk besoj në një shpërbërje të tillë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë prezente me trupat e veta në vendin tonë. Për të dalë në pyetjen juaj konkrete, askush s'mund t'i zaventësoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës në hapësirat shqiptare dhe në aleancat mes shqiptarëve dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por duhet dihet ta kenë të qartë edhe opinioni, po edhe faktorë të tjerë relevantë se Turqia është njëri prej aleatëve kryesor pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës që asiston dhe kontribon në sigurinë dhe paqen e rajonit e me theks veçantë të Kosovës. Komandanti i KFOR-it që ishte në mandatin e tij në vitin e kaluar, vinte nga radhët e ushtrisë turke, ka dhënë një kontribut të çmueshëm dhe ka pas rol të jashtëzakonshëm në shpërbërjen dhe në krijimin e hapësirave për policinë speciale tonë që të shpërbëj bandat e 25 viteve të cilat ishin të konsoliduar me jashtëzakonisht mirë në pjesën veriore. Madje është faktin që është konteksti historik mes relacioneve mes dy popujve, si dhe faktorin shqiptar në Turqi, ku të gjitha statistika serioze flasin se kemi një popullsi prej 10 milion shqiptarëve në shtetin turk dhe reagimi i atyre njerëzve do të jetë i fuqishëm në rast se do të kishte ndonjë situatë e cilat nuk do të shkonte në favor me Kosovën. Dhe dihet qartë që Kosova, po edhe Shqipëria kanë edhe marrëveshje në fushën e mbrojtjes me shtetin turk dhe mendoj që nuk ka asnjë arsye që shqiptarët të jenë të shqetësuar sa i përket të sigurisë së hapësirave të veta. Zoti Shkodran, pas debatit të Trumpit me Zelenskit, ka pasur nga ata që kanë insinuar një rast të tillë me Kurtin, për të dalë tek raportet mes dy qeverive në këtë 4 vjeçar që presin përpara, edhe nëse Kurti e formon qeverinë pra të qeverinë të prisht. Si mund të ishin raportet? Çfarë mund të kryeshe përpara tek dialogu, asociacioni? Pikë pare, rastet nuk janë analoge. Puna e parë, Kosova nuk është në luftë. Puna e dytë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikimin e tyre absolut në shtetin e Kosovës dhe duhet ta kenë, dhe askujt si pengon ndikimin e tyre me përjashtim të armiqve të Kosovës. Dhe e treta, nuk besoj që ka lider nga vendi ynë që është aq axhami siç është Zelenski apo siç është sot Zelenski në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë, ku në mënyrë të paedukat dhe krejt thojase diletante sillej përballë presidentit amerikan dhe përballë zaventë presidentit amerikan, duke edhe ndërprej fjalën dhe duke replikuar në mënyrën më të padinjitetshme të mundshme.
Andaj reagimi i Shteteve të Bashkuara dhe Presidentit amerikan nuk mund të ishte ndryshe. Edhe diçka të fundit kam për ta mbyllur në fund të këtij 4 vjeçari të Trumpit. Mendoni që ku do ishte Kosova në rast të një projekti të Trumpit për Ballkanin? Republikanët kanë qenë gjithherë në krahun e faktorit shqiptar, dihet do të thotë edhe presidenti Bush i vjetri, do të thotë ku në kohën e makinerisë shkatërruese të Miloševićit kishte dhënë ultimatumin ndaj kasapit të Ballkanit Milošević që vija kuqe është në Kosovë. Po ashtu do të thotë edhe presidenti Bush i Rio njohu pavarësinë e Kosovës, pavarësisht do të thotë që kishte reagime të fuqishme edhe nga Federata Ruse edhe nga gjithë bloku i cili nuk ishte pjesë e bllokut perëndimor që kishte shtyrua Kosovën. Edhe presidenti Trump, pavarësisht ripozicionimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në paqësor dhe në indo-paqësor, e njëjta nuk do të ketë ndonjë ndryshim substancial të timonit të politikës amerikane në relacion me faktorin shqiptar. Dhe Shkodra, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit për juve dhe shikuesve tuaj me ndërgjohje.